nuk është më lajmi mirë, lajmi keq, apo si plas fare. Unë kam një ide. Plasë le dio. Çmimi i naftës 40% ja le dio ka një lajm që do nxjerrë tani atje. Shoqata e transportit publik i kishte dërguar një letër bashkisë. Është rritur çmimi i karburantit. Ministrisë thot, por Edhe bashkisë dhe ministrisë. Nëse çon si ka, ha dhe? Dhe duke qenë se është rritur çmimi i karburantit, kërkojmë një lloj subvencionimi. Nëse na subvencionon, që është një bisedë që e kam bërë shpesh herë me zotin Velia, i cili ndodhet i burgosur për shkaq të korrupsioni. Sa herë zoti Velia gjende nga një rrugdalje për këtë lloj gjëje. Sot është ngushtica e Hormuzit është bllokuar. Dhe është bllokimi dy fisht. E bllokojnë dhe iranianët dhe amerikanët. Më shumë amerikanët. Po, bllokojnë të dy njëri tjetrin. Iranianët bllokojnë vendet e gjirit, amerikanët bllokojnë iranianët bashkë me vendet e gjirit. Qartë. Tani çmimet e naftës pritet shkojnë 4-5.000 lekë për litër. Do shkoj ka i thua? Po ja $200 ka për të shkuar, sepse Kush $200? fuqia. Me këtë blokadë që është bërë, çmimet e naftës do shkojnë kacafiu, s'ke ku. Dhe në të momente, po të shohim atë grafikun, të nxjerrë Leo tani, çmimi është poshtë akoma thotë. Ka rënë poshtë 100-shes barili po flas. dhe kush është perla? Po ta shikoni. Që çmimi rritet, por konsumi rritet, çmimi rritet, por dhe konsumi rritet në Shqipëri. Kjo është histori tjetër pastaj. Kjo është histori tjetër. Dhe- Po, për momentin nuk e di pse ka reaguar shoqata kështu. Pra, është preventive kjo, duan dalin të keqes para. Si është puna? Po pra shoqata thot, mua me këtë çmim bilete, me këtë çmim nafte, mua nuk më del. Kështu që unë do e flotën që kam Se kjo është shoqata e transportit publik. transportit publik, po do të thotë që është një kompani private që menaxhon, nuk është kompani private që ka një organizim që ka një operator. kontratë me bashkinë. Kjo flet në emër të këtyre operatorëve. Po, do të them që janë operator privat atë gjithë. Po pra dhe kjo flet në emër të tyre. Duke folur në emër të tyre, këto i kanë thënë, ore thuaj, ne kemi kaq autobus. Qartë. Për kaq sa ne ke vendosur çmimin e biletës, ne nuk na del vëlla. Sigurisht. I kanë çuar letër dhe ministrisë edhe bashkisë. Zoti Velia është në burg dhe nuk i kthen dot përgjigje. Ai normalisht duhet i kthej përgjigje se ai kryetar bashkia në detyrë. Po pra, po nuk i kthen dot se është në burg. Dhe ai thotë unë duhet dal nga burgu, thotë që të viti të takoj. Dhe përdor këto gjërat e vet. Ka dhe avokat zotin Plaren Ndreca. Tani nuk e di se do e ngrej avokati zotit Velia i këtë lloj. Po më ka kjo kompetencë, kjo tjetra që zvendëson më burr. Kjo kryetari e zgjedhur, si e ka kjo, e emëruar. Nuk e di a ka, sepse tani këtë duhet ta bëj vetëm zoti Velia, po zoti Velia është i burgosur. Tjetër gjë kjo. Se ai ka bërë këto lloj shpesh herë. Po këshilli bashkëkohor Nesër, kompetencë. tani se di pra sepse ai e ka zgjidhur shpesh herë këtë lloj gjëje, kur këto kishin nga një problem. Dhe sa herë kishin nga një problem këta, dilte me një herë Velia dhe e zgjidhte. Tani është në burg. Këto nesër nga 100 autobus që kanë do kenë 40. Të gjithë nuk do dalin dot. Pensionistët nuk do dalin dot. Duke qenë se Pra nesër nga 100 autobus 60 do dalin. Se 40 pra, po e them me mesatar. qartë. Atëherë në këtë mes, çfarë ndodh? Ata pensionistët që dalin çdo mëngjes, shkojnë ku dëgjon, blejnë, shpenzojnë gjitha lekët e pensionit e tjerë, ato nuk do dalin dot më. Qytetarët cilët duan të vizitojnë vendet ndryshme nëpër Tiranë, do dalin dot më. Dhe do të marrin gjithë makinat, do detyrohen blejnë makina elektrike, do detyrohen blejnë motora elektrik. Po një sekond. Zakonisht autobusi përdor nga njerëz që s'kan mundësi të blejnë makina apo jo? Mendoj unë. Tu përdorin për shumë njerëz që ka Ti përdor autobusi bjeçan. Sipas Se ke patur një makinë elektrike. Po e kam pasur dhe duhet ta kem prapë patjetër. E kam me një me elektrike, patjetër. Jo, unë jam te parimi që thot Bashkia e Tiranës me kryeministrin Edi Rama dhe zotin Veliaj. Njerëzit duhet të jenë sa më të ndërgjegjshëm, përdorin biçikletën dhe autobusin. E tani këtu do kaloj tek Indriti unë, pastaj te Flogerti dhe te Marsidi për ta mbyllur dhe këtë fabul o Indrit. A mos ndoshta ky është lajmi i mirë, pra lajmi i keq që vjen për mirë, sepse në fund të fundit e pa ndonjëherë pse duhet të lëvizin kaq shumë njerëz për qytet, mund të rinë te lagjet e tyre, kanë markete në çdo cep pallati ka një market që mund të bëjnë pazare, pas ka nevojë të lëvizin kaq shumë, një e para. Dy, edhe ambienti dhe se thua ajri bëhet më i mirë, sa më pak autobuza aq e mirë është. Ato punojnë edhe me mazut. Bravo. Dhe autobuza edhe vjetët të shpifur që të nxjerrin një bloz nga mbrapa të tmerrshme. Bëjnë shumë si traktor. Zhuma mirë, po çfarë nxjerrin nga mbrapa. Dhe nuk plotëson si kriter për të qenë qarkullim. Dhe e treta Indritu mendoj që për njerëzit shtesa e mesme ose qoftë ata pak të pasur që kanë në Shqipëri, është më mirë sepse nuk ka
ullë dhe pak trafikun kjo autobuseve, apo jo? Po do ketë më Është më pak gjepiste dhe më pak manjak seksual në për qarkullim. E katërta dhe e pesta fare ju bëhet mirë në fundit njerëzve, të cilët kanë nevojshme se do ecin me këmbë. Tirana është qytet që mund të kapet me këmbë. A je dakord apo jo me gjitha këto? Jo, nuk jam dakord, ky është i cinizëm i bukur. Po pse si dakord me këto? Nuk jam dakord, sepse njerëzit kanë të drejtë të lëvizin ku të kenë qef, edhe në gjithë territorin dhe të kryen punët e veta. Detyra e autoritetit shtetëror është që të lehtësojë dhe të garantojë kryerjen e këtyre punëve. Nëse autobusët ndotin, le t'ju vendos kritere kompanive për autobusë të ri, që janë më të pastër dhe më ekologjik, i ka bota sot. Sigurisht. Kemi pse t'jemi në nivele të vendeve të treta, ose siç kemi qenë vetë dikur. Qartë. 80. Me autobusat ndryshme. Këto elektrikët zakonisht bien lan. Çfarë bëjnë? Bie në lan, ka rënë 2 elektrike në lan, e ke parë? Po më ti orientojnë meshinat, në rregull. Autoriteti i shtetit ka disa detyra për të bërë. E kuptova, do të thonë ti je për Unë jam asnjë pengesë qytetarëve. Unë shikoj tek turistët që turistët janë shpesh herë të keq orientuar ose vuajnë shumë në Shqipëri sepse Shqipëria nuk ka transport publik në kriteret e duhura. Atyre e mirë t'ju bëhet, sepse ata duhet ta mendojnë të para se të vinë, Jo, realisht. Por Ku vjen Allah? Ku vjen? formalisht, ne transportin publik e kemi mirë, formalisht. Me letra. Në letra, formalisht e kemi në rregull. Dakord pra. Nga qytetin qytet, nga qytetet në fshatra, brenda qyteteve si Tirana, nuk ka një transport publik normal. Dhe autoriteti i shtetit duhet të ketë detyrat e veta për ta bërë normal. Qartë. Për fakti që nxjerr bloz, nuk do të thotë që duhet ta eliminojmë atë. Kjo është me duhet. Do të Ç'më thua për situatën që jemi? Për situatën që jemi, do të vuajnë pak njerëz. Mos ka dhe anë të mira duhet të them unë. Pa, mos është duke... Prandaj ti thash. Por edhe jo për dënimi, cinizëm. edhe ndëshkimi ka një anë të mirë nga herë që nga vetë fjala etimologjikisht do të thotë ndëshkim, përshkrimi i ndërgjegjës njeriut përmes vuajtjes. Tani, Një lloj katarsis, mendoj si se po. është ndëshkim i vogël. Nuk do të ketë asnjë të mirë, thjesht do të mërziten disa ditë, do të shajnë dhe qeverinë në përdhëm, edhe do të jenë në normalitetin Ka e një përhershëm. tezë, në Amerikë, Faleminderit, sepse s'ka trena, është sepse kompanitë e mëdha të makinave dhe të hidrokarbureve duan që të mos ketë trena. Po e vërtet është kjo, amerikanët nuk kanë trena pikërisht për të arsye, po. Po në Shqipëri, për shembull, shen ndonjë lloj lidhje të këtillti? Për trenat. Po pse për shembull ne kemi kaq të keq transportin publik? Pse gjithmonë themi do ndërtojmë një tren etj, po se ndërtojmë asnjëherë? Për çfarë arsye? Ka ndonjë interes për shembull industria këtu ato oligarkët e hidrokarbureve, si e mendon? Nuk ndoshta, me Se siguri. në Amerikë e thonë të gjithë që nuk ka trena për arsye sepse ata që prodhojnë makina dhe ata që shesin naftën, ata duan që të mos ketë trena, që Po njerëzit qartë. Dhe atje nuk është dhe as konspiracion, se kanë hapur atë, Kur po. flasim ne në Tiranë për shembull duam në një tram apo tramvaj, gjithmonë thonë ky është budallaku, merr vesh. Kur i themi ne ore linjat e transportit publik në Tiranë janë për faqe zezë. I merr dhe i bën rrugët nga 2 korsi, i fut një korsi bicikletash, 1%, fut edhe një kështu për një 2-3 pemë që i ve, edhe pastaj se si do kalojnë njerëzit, makinat e këto tjerat. Pra nuk e kuptoj këtë lloj gjëje. Marsit. Dhe pastaj Flogërti në fund. Unë mendoj që 2 minuta, Marsit. shqetësimi që kanë ngritur është i saktë, por gjithmonë një marrëdhënie është e dy anshme, sidomos një marrëdhënie juridike, një kontratë, siç është dhe ky rasti që quhet kontratë administrative, se është midis një palë private dhe shtetit. Dhe siç e përmendëm, këto autobusat i plotësojnë kriteret për qenë qarkullim. Unë verej që janë autobusat e vjetruar që më kujtojnë ato vite 89-88 të ndryshkur, me njerëz të trishtuar brenda, gjysmë autobuset që janë xhepis, tajdut, pleq, manjak seksual që i ngjiten aty njerëzve ngjitur, dhe që pjesa më e madhe pavarësisht se hipin nga halli. Dhe vihet tre bile sidomos vere zonën e Beharit ose të Verës, se shumica e njerëzve që futen aty brenda dirsin pafund, lukase, kushte minimale, kondicioner, ato dyer që hapen e mbyllen e zena i burr të vjetë ose në grua. Çamet janë si cilësi, po tani kur ti nuk i plotëson këto kritere, më mirë të ecësh këto ligjor, si kërkon llogari për shembull për një gjë që është çmimi i naftës. Jo se nuk qëndron. Por problemi është që ti duhet të ketë plotësuar detyrimet e tua që të korrespondojë dhe të përgjigjet të ketë drejta jote. Po. E ke fjalën për shoqatën. Për shoqatën, po. Kompani domethënë. Dhe unë gjithmonë në pjesën aty ku kemi në shtëpinë bashkë me Flogërtin, te zona te Kuras Elites, vej re që sa e dalon sa aty stacioni fundit i Kristalit edhe i Tiranës së Re, vej re që del një nga ata me një kështu, me një shufër të madh e hekur dhe që mundohet gjithmonë ta ndezë se kur fiket s'dizet më. Qartë. Ka rrezik i leqëtar. Ka raste që është. Ku tash se janë këta që janë se fizarmonik dhe bëjnë edhe radhën e trafikut super gjatë.
Pra mendoj që nga pikpamja e administrimit publik, pritë vërtetës nuk janë as eficiente, nuk përcjon as kriteret. Ti je për i, për t'i zhdukur fare, thua ti. Unë jam me idenë që ajo që dikur u bë si Qesharakja, qofse ju kujtohet ai tramvaj famshëm i Lulzim Bashës, do ishte një zgjidhje shumë më mirë se Po pra tramvaj nuk mund të shkojë të gjithandej por kam përshtypjen. Tramvaj është pak më i kufizuar. VM Bilan edhe i bit gjithë Tiranë. Dhe është kosto shumë më të ulta. Po kemë telebas, ke shumë ka mundësi për të zgjidhur. Shofën dhe këto qytete më dha, tramvaj nuk mund të futohet gjithandej më kur tani se ka ca kushte, ndërsa autobusi Kudo ka autobus, po kudo ka. Po jo të marrësh autobusin për çdo gjë. Por pse s'përdorin taksi këta më vlogë? Do ma thua dot njerëz, pse s'përdorin? Çështja ekonomike. Do t'i ke taksit. Atëherë çu duhet autobusi vëlla? Sot ka qenë trafik i madh me taksi. Dëgjoj, për të fol Sot pak, ishte vështirë gjë taksi në Tiranë mëngjes. për të vazhduar atë që thotë e vërtetë është, edhe unë e mora taksin për shkuar në summit edhe të merr ishte. Për të vazhduar aty ku e la Marsidi, se kisha fiks këtë tezë. Domethënë, është moment i volitshëm për të shkullur flokët për pensionistët që s'do hypin nesër në autobus. Është moment fantastik. Po, Ata vetë nuk duket se janë shqetësuar. Kjo takon politikanëve, jo neve. Ata e din, nuk janë budallën që duhet ju them unë që nesër ju nuk hypni dot 40 veta nga 100, nuk do hypni dot. E din ata. Ti dhe se ruajnë fare ma, se vën dyshja, ato kanë problem fare. E para. E dyta, me këtë cilësi shërbimi që kanë këta. Këta krimi i Edi Ramës deri në Velije dhe ka drejtë sebi, është që i le dalin rrugore, që ju jep këtyre licencë. Absolutisht. Këta nuk meritojnë licencë, këta nuk meritojnë dalin në rrugë fare. Pra sepse, prandaj e shikoni që vini të ajo timja, Patjetër. se po të kishi, pra, në Greqi ranë ministra pa fund vetëm nga një aksident që u bë I trenave. e trenave. E mbani mend. Po. Tu bien ato buzën lanë nuk vdes njeri më zotëri. Ky është problem shumë i madh. Tani Ore si mund të zhvillohet një vend pa sakrificë? Ata thash pra, Ore këtë se kuptoj fare. Arjan që të rritet si konstelacion. Nuk t'i jep- Ku njerëzit kalonin jo të ura, po nëpërmjet autobusit. Nga një kraj lanës te krau tjetër. T'jep o menaxherët e mirë të shtetit, Atëre të o rim fatin, autobuzat. neve na ka dhënë fatin. Ore ti je për të hequr ato buzat fare pa urban. Ta duhen zhduk, more. Duhen zhdukur. Me sekonda, more. Dakor. Ullje nafte këta, e. Këtyre nuk duhet t'ju japësh naftë herë. Këta duan, këto lloj autobusësh që kemi ne, duan nga ajo e ballçit, vlla. Ajo bruto. Ka nevojë për t'u rafinuar Bruto, fare. kjo e Venezuelës. Këto janë, po pra po. Po sa ka pas dikur Rezar Taç. Do me thënë, këta që investojnë zero, një lloj si ai polisterolit e ai pallati, dhe marrin 40 cent për bilet, që bëjnë lek në dynjas, tani ju ra menja me që thot Mileti dhe thot bursa është rritë çmimi i naftës, hajtë kapim në gjë dhe ne. Dhe për ta mbyllur. Që infermierët atje hajtë marrim në gjë dhe ne. Edhe për ta mbyllur. Qenë këta, Pse se bëjnë mor zotëri, pse se bëjnë? E bëre që e bëre. Ç'do të thonë të hej 40% të flotës? Hiqe 100% dhe që s'do të bësh presion. Që të vi qeveria me vrap dhe thot pa merak do subvencionojmë ne naftën vlla. Tani, Ç'është kjo 40%? Qoftë është burra i Edi Rama. A je dakord me mua për këtë? Po, qoftë është burra i Edi Rama, nesër, ju thot qytetarëve të Tiranës, qytetarëve të Tiranës nesër. Dëgjoj, nuk do kemi një muaj transport publik fare. Po këta që kemi dhe këto që kanë këto licenca, sa të jem unë kryeministër, ku shkruhet Republika e Shqipërisë, ta nuk pusin Po më. pse se bën nuk ka Edhe të kohë? marri kompani se vinë S'është burr. nga jashtë, s'është burr i bie. E tha Kush nuk është burr më burr? Edi Rama. Mos o burra e peç bëri sot ai Samiti dje kur ishte, që kishte mbledh këta. Sot. Pise për diasporën. Pati dritë? Jo. Kishte vesh një kostum, ishte mbrapa e kuqe gjithçka, ishte domethënë ndiste, ajo e kuqjat ashtu syt. Magjia e medias, aty brenda nuk ishte një qemet, se isha brenda. Nuk e di unë ekrane pas tani se dëgjoj, realiteti që realisht e vetëm realiteti është kjo që perceptojmë ne, por Po, s'ka tjetër. nëse më ora është 22:34, bëjmë një xhiro në Dorelan, le dio dhe rikthehemi se kemi akoma muhabete për të bërë me miqtë e mi. Ikim Dorelan plak.